për punë, unë jam çik më inovative se sa ai. Ai është pak më tradicional në mënyrën se si lëviz strategjikisht në karrierë, nuk ka qef të bëj kompromise, do që t'i shkoj gjërave drejt e drejt. Unë jam çik më drejtarake, në kuptimin e mirë, se kam qef të shfrytëzoj çdo lloj burimi për të shkuar te qëllimi, kurse ai është pak më po s'patë çik xhelozisë të ketë dashuri. Unë po them gjëra që i shfaq në përditshmëri, jo, nuk jam nga këto të lodhshme fare. Sidomos kur e kam ditur që Bardhin e pengon kjo gjë, shumicën e kohës është në studio, i bie shumë të jem xheloze gjithë ditën, pastaj është shumë toksike. Kur do bësh